Forcat amerikane goditën dështunën pozicionet e radarëve bregdetar të Iranit pasi pikasën lëshime dronësh drejt ngushticës së Hormuzit. Ushtria amerikane beson se 4 dronë iranian synonin trafikun detar, i tha një zyrtar i lartë agjencisë Reuters, ndërsa korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se goditi baza amerikane në rajon si akmarrje për sulmet. Mbrojtja ajrore e Kuvajtit interceptoi sulme me raketa dhe dronë, ndërsa në Bahrein u dëgjuan sirena. Irani tha se kishte goditur me raketa balistike bazat amerikane në të dy vendet. Ky është përshkallëzimi i fundit që ndërlikon përpjekjet për t'i dhënë fund luftës midis dy vendeve. SBA dhe Irani janë angazhuar në negociata kryesisht jo të drejtpërdrejta për të siguruar një marrëveshje të përkohshme për ndalimin e luftës dhe më pas negocimin e një marrëveshje për programin bërthamor, por pas përleshjeve periodike, kjo marrëveshje ka mbetur ende e paritshme. Si pjesë e çdo marrëveshje, Teherani dëshiron qasje në miliarda dollar të ardhura nga nafta, heqje të sanksioneve mbi eksportet e naftës bruto, heqjen e bllokadës amerikane në portat e saj dhe ndikimin mbi ngushticën e Hormuzit. Irani e mban të bllokuar në mënyrë efikase ngushticën, ku kalon 1/5 e furnizimit botëror me naftë. Presidenti amerikan Donald Trump po përballet ndërkaq me presion të madh politik brenda vendit për shkak të rritjes së çmimeve të gazit, ndërsa lufta nuk gjen mbështetje te qytetarët. Ai tha televizionit NBC se ndërsa shumica e objekteve të prodhimit të dronëve dhe raketave të Iranit janë shkatëruar, ushtria e këtij vendi ka qasje ende në rreth 1/5 e raketave. Për marrëveshjen me Iranin, Trump tha se nuk është rënë ende dakord, pasi udhëheqësit iranian janë të fortë dhe krenar, por sipas tij, ata nuk kanë zgjidhje tjetër.